një avion udhëtarësh përplaset në Oqeanin Pastor. Nga të mbi jetuarit ishin një italian, një gjerman edhe një shqiptar, si gjithmonë. Edhe arrin bregun e një ishullit aty në Oqeanin Pastor. Aty në breg vjen e i rrethon një tribu, si i thonë këtyne, një fis nga këto fiset e herë primitive. Edhe i marrin, i lidhin, i fusin në disa qeli. Edhe me që isin pastor, i thonë, ju keni një dëshirë për shprej që ta keni me veten një qeli për gjithë kohës të izolimit që do jeni mbrand, se me këtë vendin tonë nuk përzijeni, si më thonë. Okej, edhe italiani kërkon gra, se qefi gra është pa italian. Ky Gjermani kërkon birrë, të ketë furnizim me birrë për tanë kohën që do të jetë izolum aty, domethënë për bukuri, marakli birrë. Ky shqiptari kërkon cigare joni. Tani po Kur porta edhe furnizojnë të tani mbyllin që linja u tresin qicët. Mas disa shumë vitesh, shumë 10 vitesh, me lidhet ai këshilli i këtij fisi thonë se gjuna, din bolli kena izolum, as janë më rrezik të shtja, kupton, mund edhe ti nxjerrim nga qelit. Edhe vendosin ti nxjerrin nga qelit. Hapin qelin e italianit. Vrapojnë qindra fëmijë aty. Mama, ne kishte bë fëmijë me atë gratë që i kanë ofruar. Bukur fort del italiani. I hapin derën e qelis këtij Gjermanit, e shohin s'mundën me nxjerr nga qelia sepse ishte fry, ishte bë barkëdar. 2000 kile, obeze kështu gjanash edhe thënë qelinë nxjerrin Gjermanin pushtella ai shoqër. Shkojnë te dera e qelis shqiptarit, sa hapin derën aty, del shqiptari aty. A keni mendes maraman parë zotën?